direkt për pjesën hallin e vetë që pse dalin kjo, pse bëhet gjyqi para kohe. E pam që të gjithë rrotulloheshin vetëm tek pjesa e tyre. Dhe kur merreshin me këta të Partisë Socialiste, më shumë më dukej se kur merreshin me intriga që ka brenda Partia Socialiste, dhe më shumë një lidhje e padukshme mes tyre. Pastaj edhe fjala Zotit Xhafa, më duk në përkraje të... Se foli Zoti Xhafa? Po, foli Zoti Xhafa dhe kishe hallin pse mbani shumë njerëz në burgje, se kemi thyer dhe standardin e Bashkimit Evropian që mban më pak njerëz në burgje. Po, këtë hall e kishte edhe prokurori përgjithshëm. Po, kishte tjetër hall, me sa kuptova Zoti Xhafa. Ku e kishte? Vetëm si vuri emrin. Po, ndoshta të njerëzve që ai janë në burg tani dhe nuk po arrin dot t'i ndihmoj, edhe bërë një si mea culpa. Prandaj thash, përgjoja nga që hiqet si babai i reformës drejti. Prandaj thash që shpesh herë ata që heshtin bërtasin më shumë se ata që bërtasin. Idajet, është përshtypja ime apo Zoti Berisha si gjithmonë arriti me sukses ta reduktonte këtë ulje si paret e epokës së Dumanit dhe ta njolloste atë. Pra, Zoti Dumani që u shpall kampion i luftës kundër korrupsionit, kampion botror i luftës kundër korrupsionit, befas përballë parlamentit shqiptar përfundoi një prokuror emocional i cili ndoshta edhe për arsye objektive dhe ngarkesa personale subjektive nuk arriti dot të artikuloj aq mirë për sukseset. Bile, do thoja unë, ai pranoi me gojën e tij që suksesi më i madh ose suksesi më i padiskutueshëm i epokës tij ishte lufta kundër krimit organizuar, çka është e vërtetë. Por ama ne gjithë e dim që te epoka Dumani, nëse ne kemi folur këto 3 vite, kemi folur për luftën e petejën e SPAK-ut kundër korrupsionit apo jo. Kam përshtypjen që kjo sonte nuk dolin pa sa duhet. Ose ndoshta doli ashtu siç është. Te mangën. Jo, ka një problem këtu. Dumani e kishte jashtëzakonisht vështirë sot për balljen, edhe vështirësia më e madhe e tij ishte sepse një prokuror që po i heton edhe që di shumë çka për krimet e Sali Berishës, për krimet e Flamur Nokës, për krimet e Belind Kliçit, se atje i kanë procedim penal ata, edhe për njëser çështje të tjera që janë të regjistruar procedime penale, dhe që ai ka, domethënë, informacionin e plot, sepse ka hetuar për to dhe i ka në dorë. Edhe kur i shikon, domethënë, që këta njerëz që ai ka o të pandehur, o i ka si persona nën hetim, këta mundohen t'i bëjnë gjyqin këtij, ajo domethënë vetvetiu edhe shpirtërisht ndjen një lloj kështu revolte të brendshme dhe ajo të bën që të mos jesh shumë i qetë në dhënien e përgjigjeve e tjera. E para, e dyta, kur shikon që aty vetëm juridike s'ka gjë. Domethënë, ato që thuhen, ato pyetje që bëhen, ato janë thjesht dhe vetëm për Te shkopin rroda ishën për ta nxjerrë keq sot. Për atë organizatën e Saliut, për bashkëpunëtorët e tij, për ata që i frymëzon ai, domethënë, por opinioni gjerë publik, ai intelektual e shikon që ato pyetje s'kan asnjë lloj lidhje faktikisht me detyrën e Dumanit, me funksionin e tij e tjera. Se që ta pyesësh për ebra konkret, i thuash po pse s'godisni ju Ramën, pse s'bëni këto? Këto janë politike të rëndomta, nuk kanë lidhje këto me çështje juridike. Opozita deri diku pavarësisht opozitës tonë, por deri diku është brenda rolit vet, aq më tepër që ka kryetarin e saj të pandehur, po problemi është që këtu flasim për perceptimet avokat. Dhe këtu do të fusë pak frokun. Do arrim pak tek perceptimi, sepse në momentin që flasim që një prokurori bën një punë, po perceptohet sikur nuk e bën atë punë, atëherë sigurisht tu ka merit opozita që e tërheqte balta e vet. Por tregon edhe ndoshta që në këto 3 vite përtej vullnetit hekur Dumanit për luftuar korrupsionin. E menaxhoi ai mirë institucionin që drejtoi? Perceptimi e para është një forcë shumë e madhe e padukshme, por që realisht i afrohet shumë realitetit. Edhe sa herë që perceptohet ashtu ose kështu, do thotë se duhet shumë kujdes për arsye se është shumë afër. Perceptimi që ka publiku tashmë në rënje ndaj SPAK-ut, ndaj reformës në drejtësi e tjerë, ka lidhje pikërisht me ditën që ishte sot, ishte kulmore në raport me perceptimin. Çfarë ka perceptuar njeriu, çfarë ka perceptuar qytetari atje?
në mënyrën e një skenarit të filmit ishte fiks si që ndodhi sot. Mua më duk, se po shikoja një nga filmat me të burgosur në turm, kur vjen drejtori i burgut dhe këta e duan të avrasin. Domethënë drejtori i burgut ishte Domani dhe këta të tërë ishin të burgosur, realisht. Me një ndryshim që gjyshi ju bë Domani sot, nuk ju bë atyre. Pikërisht këtë, duan domethënë po gjykojnë Domanin, po e vrasin Domanin, po e bëjnë që ati po i bënin gjyqit sot, dhe ai emocionoi nga pyetjet që i bënin ata. Pra këta ishin i pandehur në thojza ishte Domani. Pikërisht kjo që. Ta ishin Gjesh Dimitrov. Ishte si në po pikërisht. Ishte vije masave. Ishte vije masave. Ishte njësoj si librat e George Orwellit. Domethënë nga viti 48 kthehet në vitin 84 etj. Po për mua, për mendimin tim, atë që perceptova ishte se fakti që Domani qej emocionuar për mua është një shenjë mjaft e mirë, nuk është